të qetësohesh në caktimin e Allahut te barekuhu teala, duke ditë se atë që Allah e ka caktuar për ty, nuk ka pas mundësi mes me ndodhë, harro këtë punë atë. Mos e trazo shpirtin pas ngjarjes me fjalët sikur të kisha bo, mos të kisha shku, mos të kishëm bo. Mbylli burimet e trazimit djallëzor, qetëso shpirtin në atë që Allah u ka thënë. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kush beson në Allahun, beson se Allahu cakton gjithçka, ja uzon zemrën, ja qetësojmë zemrën. Beson caktim të Allahut te barekuhu. Ai ka caktuar. Beson fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Aja që të ka godit, s'ka pas mundësi mos me të godit. Mos thuj t'ja kisha bu pak që kështu këtë shkuqja sajt. S'ketë shkuqja sajt atë. Ka marrë fund. Ajo që ka ndodhë po flas, para se me ndodhë, po, dërmeri masat, përpjeku për matë miren, evitej të keqen, luftej e smundjen, luftej e vartnin, krejt meri masat. Po në fund ndodhi. Qka tash? Thuj, që kështu Zoti ka dashur. Mor fund. Kishin me nejt me neve, munafikat të ishin për vramit në hud. Na shkum luft, na nejtë në Medine. Edhe ata të kishin me neve, nuk kishin me dekas më vrapë. Kushto qështu? Shpirti i dyftyrshit, i se së është rahat me një ftyrë, a i duhet disa ftyra me i bo, me këqyrë ku është më rahat, se s'ka mundësi, nuk ka mundësi me ku një qetë në parim caktum, për shkak se është i trazuar. A i tha qështu? E Allah i tha, si kur të ishit e të fortifikuar, mrena shtëpive dhe kështjeleve, vdekja kom i ardhër. Ka marrë fund, u kry, a ka vdek, u kry mo. Sa vazhdoj njëri me jetë të trazuar në munges të një të dashuri. I ka vdek burri, i ka vdek gruaja, i ka vdek baba, nona, i ka vdek djali, vajza, dikush. Nuk gjenë qëtësi mo. S'po mojmë me jetu mo. A thot muslimani kështë s'po mojmë me jetu mo? Ku është fuqia e besimit? Ku është fuqia e bindjes? Andaj, beson në atë që Allah Gjellewat ka thonë, se aja është që të caktan, dhe atë që e ka caktu për ty është hajrë për ty jopë. Allah është hajrë për ty jopë. Edhe pse ti nuk di me lezu, pse na jena ignorant, na jena analfabet në raport me kaderin, na nuk dim, a i din. Si kurse Allah ka në shumë ajete, kur bije fjallë për iqka të pakëndshme që na nuk e lezum që shduhet, Wallahu ja'lam, wa antum la ta'lamun. Allahu din, ju s'dini. Thuj, unë s'di o Zot, që kam ka ndodhë. A me dini sen, që pa izën të unë kjo s'ka ndodhë, u kry puna. Qaq? Unë s'di pse ka ndodhë, nuk e di. As nuk e di që ka me ndodhë, nuk e di. Por një e di, palin e Allah azë nuk ndodhë. U kry, mshale kapitullin, mshale këtë kapitull. Mbaja zemën të qetë, që kjo është nefsul mutmainet në vazhdim.